Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur me përgatit deserta shumë shpejt, përgatitje që kanë mjë knoq. E kom postu recetën e tortës me çokoladë. Edhe pishifni 5 copa, jo që kanë mbet, por nga 5 copa tashti deshta ti përgatitje për iftar, deserta që kanë mjë knoq. Krejt që ka jo nevojitën janë copat e tortës, që është përshirë qështu. Nëse s'keni torte që e keni përgatit për atë njëjtën, mundin edhe torte që janë blej, me shembull keka që janë pështjellër, çfarë do lloj, i merrni 2 krema paradis, edhe i merrni 600 ml me qumsht, asgjë tjetër. Tash e marrim copat e tortës që kom përgatit, i troshitim pak edhe i qesim në këtë blenderin, i blujna pra. Te përbon shishëm edhe të shpejt. Jo që nuk e hojna tortën, por desha vetë të përgatitin nga tortja deserta. Qësh është qështu që e keni po recetën. Veç i blujna tashti. E shifni, kom blu tash e qes në një enë. Edhe copa tjera qështu që i bluj. Pra nëse s'keni torte që e keni qitë qështu si une, merrni edhe kështu keka që janë blejnë pra çokoladës. I bluj pra 5-8 copat. Kemi blu edhe copat e tortës, tash i marrim 2 krema paradis edhe i qesim tek 600 ml me qumsht. E ftoft normal. Kështu duken edhe copat e tortës. Edhe i përzina me mikser. Për 3 minuta e kemi tunë dhe kremin, tash e mbushim këtë qesën që janë për shlag. Tash i marrim gotat, edhe mas pari qesim pra nga tortja e blume. Që shkojnë thonë ata që përbojnë humor teknologjia. E qesim ka 2 lugë të gjellës në 6 gotat, mandej e qesim kremin, tash marrim pra e qesim kremin. Pra, mandej marrim 2 lugë të gjellës nga tortja e blume. Pra, njëra në krem, njëra në torte blume.
Kështu pra duken edhe desertat që kanë mjo knoq. Ju lumë shënduart nëse provoni. Faleminderit për përkrojnë që më beni, komentet e bukura. Allah na pranoft agjerimin e deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri, ju them miru pafshim.